السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ ایک موقع پر Hazret Kalifi i dytë i Mesiut të premtuar radhiyallahu ta'ala anhu, duke përmendur rreth tabligës pra davas, në një fjalim të tij ju referua ngjarjeve të kohës së Hazret Omerit radhiyallahu anhu dhe tha: Beteja që u zhvilluan pas vdekjes së profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, në shumicën prej tyre muslimanët kanë qenë të pakt në numër. Në betejën e Shamit, ushtarët dilnin shumë të mangët. Hazret Abu Ubejdeja i shkroi Hazret Omerit, duke thënë se armiku është shumë i madh në numër, ndaj na dërgoni përforcime. Hazret Omeri pasi analizoi situatën, mësoi që dërgimi i përforcimeve të reja duke një gjë e pamundur, sepse djemt e fiseve që ishin përreth Arabisë ose ishin vrarë ose gjendeshin në luftë. Ai thiri një mbledhje për të këshilluar, ftoi prisit e fiseve të ndryshme dhe u parashtroi problemin. Ata thanë se ka një fis ku mund të gjenin disa burra. Hazret Omeri porositi një oficer që të mblidhte sa më shpejt burra prej atij fisi. Më pas, ai shkroi Hazret Abu Ubejdes: po ju dërgoj për ndihmën tuaj 6.000 ushtarë, të cilët së shpejti do t'ju bashkohen. 3.000 prej tyre do të jenë nga këto fise dhe po ju dërgoj Amr bin Madi Keribin, i cili është i barabartë me 3.000 të tjerë. Hazret Kalifi i dytë i Mesiut premtuar radhiyallahu anhu bijon: po të dërgojmë ndonjë djalë tonin për një ndeshje duke thënë se do të luftosh me 3.000 veta, ai do të thotë: çfarë budallëku është ky? Ku e ka mendjen Kalifi? A mund të luftojë një njeri kundër 3.000-ave? Por sahabët sa të fuqishëm e kishin besimin. Në momentin kur Hazret Abu Ubejdeja mori letrën e Hazret Omerit, ai u lexoi ushtarëve dhe tha: urime, nesër po vjen Amr bin Madi Keribi. Të nesërmën ushtarët e pritën aq potershëm Amr bin Madi Keribin, saqë armiku mendoi që muslimanëve ju erdhen 100.000 apo 200.000 përforcime. Por në të vërtetë ai ishte vetëm një ushtar. Pas ti mbriti edhe ushtria prej 3.000 ushtarësh. Përfundimisht, muslimanët e mundën armikun. Në luftën me gojë, një njeri i vetëm edhe mund të akumtojë mesazhin e tij mira njerëzve. Por në një luftë me shpatë, vallë, si mund të ketë luftuar një njeri përballë 3.000-ave?
Por muslimanët i jepnin kaq shumë rëndësi fjalës së kalifit të kohës, saqë kur Hazrat Omeri tha se Amr bin Mahdi Keribi është sa 3000 ushtar, ata nuk e kundërshtuan dhe nuk ngritën pyetjen si mund të luftojnë njëri vetëm me 3000 ushtar. Përkundrazi, ata e morën të mirëqen pohimin e kalifit të kohës dhe e pritën ushtarin e vetëm me madhështi të plot. Zemrat e armiqve u drodhën duke parë vendosmëritë të muslimanëve dhe ata menduan se muslimanëve mund të kenë ardhur 100.000 ose 200.000 përforcime. Rrjedhimisht atyre ju lëkundën këmbët në fuqpete dhe u aratisën të mundur. Hazret Kalifi i dytë, biri i premtuar pra, pohon, tani për tani edhe ne kështu duhet të qetësojmë zemrat tona. Pasi ai tregoi këtë ngjarje, duke treguar se si duhet të bëjmë tabligh në Europë dhe në Spanjë dhe në Sicili. Në vijim do t'ju tregoj rreth fitoreve në Egjipt. Njëra prej tyre, prej betejave pra, ishte beteja e Faramas. Farama ishte një qytet i njohur i Egjiptit, i vendosur në një mal afër detit Mesdhe dhe në dalje të Paluzit, që ishte njëra prej 7 degëve të Nilit. Sipas Allama Shibli Numanit, pas çlirimit të Beitul Mekdesit, me insistimin e Hazret Amr bin al-Asit, Hazret Omeri i dërgoi atij pra një ushtri prej 4000 ushtarësh drejt Egjiptit. Por njëkohësisht i porositi që ata duhet të kthehen nëse do ta merrnin letrën e tij përpara se të arrinin në Egjipt. Ata kishin arritur në Arish, kur atyre u mbriti letra e Hazret Omerit. Megjithatë, duke e parë se urdhri ishte i kushtëzuar, Hazret Amri vlerësoi, ne tashmë kemi hyrë në kufit e Egjiptit, andaj do të marshojmë përpara. Atëherë nga Arishi ata erdhën në Faram. Ka një libër i quajtur El Iktifa, i cili përshkruan betejat e muslimanëve. Aty shkruhet se Hazret Amr bin al-Asit i erdhi letra e Hazret Omerit në kohën kur ai kishte arritur në një vend të quajtur Rafa, por ai nuk e mori nga lajmëtari, nga frika se ajo do të kishte pikërisht urdhrin e Hazret Omerit për të mos e vijuar më tej marshimin. Pra, ai vazhdoi përpara, derisa arriti në një fshat të vogël që gjende mes Rafahut dhe Arishit, ku kërkoi informacion për fshatin. U njoftua se ishte brenda kufive të Egjiptit. Vetëm atëherë kërkoi që t'ia sillnin letrën dhe e lexoi. Në të shkruhej që ai dhe muslimanët që e shoqëronin të ktheheshin të gjithë. A nuk është ky Egjipt? I pyeti muslimanët. Po, i thanë ata. Më pas ai tha, emiri i besimtarëve më urdhëroi që nëse letra e tij më gjen përpara se të arrijë në tokën e Egjiptit, unë duhet të kthehem. Por letrën e kam marrë pasi kam hyrë në tokën e Egjiptit, andaj me bismillah le të vazhdojmë përpara. Në një rrëfim tjetër përmendet se Hazret Amr bin al-Asi ishte në Palestinë dhe ai përparoi me shokët e tij në Egjipt pa marrë leje. Hazret Omerit nuk i erdhi mirë nga veprimi i tij, kështu që i shkroi një letër Hazret Amr bin al-Asit, të cilën ai e mori kur ishte afër Arishit. Atëherë ai nuk e lexoi letrën derisa arriti në Arish. Në letër shkruhej si më poshtë: Ama bad, ju keni shkuar në Egjipt me shokët tuaj, por aty bizantinët janë shumë në numër, kurse ju jeni shumë të paktë. Për moshën time, pra kështu betoheshin arabët, për moshën time, Allahu ju përmirësoft. Do të ishte mirë nëse nuk do t'i kishit marrë me vete. Andaj, nëse nuk keni arritur në Egjipt, kthehuni. Gjatë rrugës për në Faram, ushtria muslimane nuk hasi asnjë ushtar bizantin. Madje vende egjiptianët i mirëpritën dhe pikërisht në Faram ndodhi përballja e parë. Huzuri thot që ka rrëfime të ndryshme duke u referuar Hazret Amr bin al-Asit, por i sakti duket ai që thot se atij e erdhi letra pasi kishte mbritur në Arish, i cili ndodhet brenda kufirit egjiptian. Nuk mund të ndoste që ai të sajonte justifikime dhe të hapte letrën vetëm pasi të kishte arritur në Egjipt. Sidoqoftë, tani që kishin arritur në Egjipt, do të marshonin përpara, pasi besimtarët nuk mbrapsen. Bizantinët morën lajmin se Hazret Amri po u vinte me një ushtri, por që e papërfillshme si në numër ashtu edhe në pajime ushtarake. Sipas tyre, ushtria muslimane
nuk do të mund të mbante dot rrethimin për shumë gjatë dhe do të thyhe shumë shpejt. Andaj vendosën të mbylleshin brenda ledheve të tyre. रोमियों ने ख्याल किया वो शहर में Këtej Hazrat Amr bin el-Asi kishte marrë informacione për fuqinë dhe ushtrinë e bizantinëve, si dhe për faktin që ata ishin jashtëzakonisht shumë në numër se sa muslimanët. Atëherë ai bëri një plan për të pushtuar Faramën. Do të bënte një sulm të beft për të tentuar hapjen e portave të ledhit, ose do ta vijonte rrethimin këmbëngulshëm, derisa banorëve brenda tu kishte mbaruar ushqimi dhe ata të detyroheshin nga uria t'i hapnin portat. Muslimanët e rrethuan qytetin, e shtrëngonin rrethimin çdo ditë më shumë, kurse edhe bizantinët brenda qytetit nuk po lëkundeshin. Rrethimi vijoi për disa muaj. Nganjëherë ushtria bizantine dilte jashtë dhe pas një përleshjeje të vogël kthehej sërish brenda. Muslimanët dilnin bizotrues në këto përleshje. Një ditë, një batalion i ushtrisë bizantine doli për të luftuar me ushtrinë muslimane. Edhe këtë herë muslimanët e fituan përballjen, kurse bizantinët ikën të mundur të qyteti. Muslimanët i ndoqën dhe u treguan aq të shkathët, sa disa prej tyre i parakaluan ushtarët bizantin për të arritur te porta përpara tyre. E hapën portën dhe kështu edhe rrugën drejt fitores. फतेह बिलबिस Pas Faramës, Hazrat Amr bin el-Asi ju drejtua qytetit Belbeis ose Bilbeis, फौज ने आपका रास्ता रोक लिया shqiptohet në të dyja mënyra. Belbeisi është një qytet afërsisht 30 milje larg nga Fustati, në rrugën e Shamit. रास्ता Ushtria bizantine u bllokoi rrugën muslimanëve që ata të mos i afroheshin fortesës së Babilonisë. Egjipti në antikitet quhej Babilon, sidomos pjesa ku ndodhet Fustati. Bizantinët donin të luftonin me muslimanët duke qëndruar pikërisht këtu, por Hazrat Amr bin el-Asi u tha, mos u nxitoni të na sulmoni përpara se t'ju parashtrojmë këshillën tonë, në mënyrë që të mos ketë justifikime më vonë. Më pas ai u tha, na dërgoni Ebu Mariamin si emisar tuajin. ताकि कल उधर मादरत की कोई बात Bizantinët e bën armëpushimin dhe dërguan 2 emisarë të muslimanët. अबू मरियम Të dy emisarët ishin priftërinj të banorëve të Belbeisit. वो लोग लड़ने से रुक Hazrat Amri u propozoi të pranonin islamin ose të jepnin gjizjen. Ai gjithashtu akumtoi profecinë e të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam për muslimanët, në të cilën ai thotë, ju do të fitoni Egjiptin. Ai është një vend ku mbizotron Kirati. वो ऐसा मुल्क है जहाँ Andaj, kur ta keni çliruar atë, duhet silleni me mirësi popullit të Egjiptit, sepse ata e kanë një të drejtë ndaj jush dhe janë farefisi juaj. Ose tha, ata kanë të drejtën ndaj jush dhe janë farefisi e etërve juaj të parë. ने ये बात सुनकर कहा Gjë shumë e largët, i thanë priftërinjt pasi e dëgjuan profecinë. E thanë, këtë mund ta përmbushin vetëm profetët. Na lini të kthehemi, do t'ju përgjigjemi kur të vim sërish. 3 दिन की मोहलत देता Hazrat Amr bin el-Asi tha, nuk mund të më mashtroni dot. दोनों सफीरों Deri në 3 ditë ju jepet afat. मजीद एक दिन Mendohuni mirë, na shtoni edhe një ditë tjetër, i kërkuan priftërinjt. Ai u ashtoi edhe një ditë në afatin e tyre. Të dy priftërinjt u kthyen te udhëheqësi i koptëve Mukaukis dhe te Artabuni. Guvernatori i Egjiptit i emëruar, pra që është guvernatori i Egjiptit i emëruar nga perandori bizantin dhe u akumtuan propozimin e muslimanëve. Artabuni e kundërshtoi dhe vendosi këmbëngulshëm për të luftuar dhe brenda natës bëri sulm kundër muslimanëve. Mburimet thonë se numri i kësaj ushtrie të Artabunit ishte 12.000 ushtarë. Një numër i konsiderueshëm i ushtarëve musliman u martirizuan në këtë betejë, kurse bizantinëve ju vranë 1.000 ushtarë dhe 3.000 të tjerë u robëruan. Artabuni mori rrugën e Aratis. Sipas disave, ai u vra në këtë betejë. Muslimanët vijuan të imposhtnin forcat e Artabunit derisa arritën në Aleksandri. Historianët unanimisht pohojnë që muslimanët qëndruan në Belbeis deri në 1 muaj. Gjatë kësaj periudhe lufta vijoi, por përfundimisht muslimanët e fituan. Historianët kanë mendime të ndryshme nëse kjo luftë ishte
shumë e ashpër apo e lehtë. जंगी कशमकश के दौरान Gjatë kësaj betejë ndodhi një ngjarje e cila hedh dritë mbi urtësinë dhe moralin e lartë të muslimanëve. Kur Allahu i Madhrishëm u dha fitore muslimanëve në Bilbeis, ndër të burgosurit ishte edhe e bija e Mukaukisit, Armanuse. लड़की Mukaukisi e donte shumë vajzën e tij dhe donte ta martonte atë me Konstantinin, birin e Herakliut. Por vetë vajza nuk donte të martohej me të. Andaj ajo me gjithë shërbëtorët e saj kishte dalë për shëtitje në Bilbeis. Sidoqoftë, kur muslimanët e prangosën bijen e Mukaukisit, Hazret Amr bin el-Asi thiri një mbledhje të sahabëve dhe u akumtoi porosinë e Allahut të Madhërisëm të përmendur në Kuranin e Shenjtë. Hel jazaul ihsani illa al-ihsan? Shpërblimi i mirësisë a mund të jetë gjë tjetër përveç mirësisë? Pra, është ky ajeti i Kuranit. की जज़ा एहसान के Dhe tha, Mukaukisi i kishte dërguar dhurata profetit ton sallallahu alaihi wasallam. Mendoi që vajzën dhe shërbëtorët e saj dhe gjithë pasurinë që ato kanë me vete, t'ia kthejmë Mukaukisit. Pra, कि हुआ हल जज़ा Amr bin al-Asi, duke ju referuar pikrisht këtij ajeti, के मकूस ने हमारे u tha sahabëve këtë gjë. के पास हदिया Të gjithë e quajtën të drejtë mendimin e Amr bin el-Asit. Më pas, Amri ja nisi Mukaukisit, bijen e tij, pra Armanusen, bashkë me bijuterit, shërbëtore dhe shërbëtorët e saj me ndërim të madh. Në rrugën për kthim, shërbëtorja i saj i tha princeshës Armanuse, ne jemi të rrethuar nga arabët. के साथ E ndjej më të sigurt jetën dhe nderin tim në çadrën e arabëve se sa në pallatin e Timat, ju përgjigj Armanusia. Pasi mbriti te babai i saj, ajo ja tregoi sjelljen e muslimanëve. Mbreti u gëzua shumë. जान और इज्जत को महफूज समझती हूँ लेकिन अपने बाप के किले में Në histori përmendet edhe pushtimi i një vendi të quajtur Dunain. तो उसके साथ मुसलमानों को बर्ताव Pas pushtimit të Bilbeisit, Hazret Amr bin el-Asi po përparonte përgjatë perimetrit të shkretëtirës dhe arriti në një vend afër Dunainit që ndodhej në bregun e Nilit, pranë burimit të kanalit të Trajanit. Ky kanal ishte afër Suezit dhe bashkohej me qytetin e Egjiptit dhe me detin Meze, ku ndodhet sot Azbakea, një nga lagjet e Kairos. Gjatë kësaj kohe, Dunaini, pra ky vend Dunaini, gjendej pikrisht në këtë vend, të cilin bizantinët e kishin fortifikuar. वहीं उस जमाने में Në afërsi ishin brigjet e Nilit, ku ankoroheshin varka me shumicë. Kjo zonë ishte në veri të Babilonisë dhe ishte kalaja më e madhe e qytetit të Egjiptit. Për këtë arsye, Dunain के शुमाल में mund të konsiderohet si posti më kryesor mbrojtës për ruajtjen e këtij rajoni të çmuar, të cilin egjiptianët e vlerësonin si kryeqendër të shumë faraonëve të kaluar. Muslimanët ngritën kampin pranë Dunainit. Bizantinët kishin dërguar paraprakisht ushtrinë e tyre më të mirë në fortesën e tyre në Babiloni, duke e përforcuar fortesën e Dunainit. Ishin gati për betejë. Sipas informacioneve që i sollën zbuluesit, Hazret Amr bin el-Asi vlerësoi se forcat e tij nuk ishin të mjaftueshme për ta rrëzuar kështjellën e Babilonisë, ose qoftë për ta rrethuar atë. Ai dërgoi një lajmëtar me një letër në Medinë me mesazhin ku përshkruante rrethanat e udhëtimit të tij në Egjipt, informacionet mbi kalat e kundërshtarëve dhe nevojën për përforcime të reja për t'i sulmuar ato. Ai gjithashtu i njoftoi forcat e tij se përforcimet do t'i bashkoheshin së shpejti. Më pas ata përparuan në drejtim të Dunainit dhe e rrethuan kalan, duke ja ndalur rrugët nëpërmjet të cilave ushtria e tyre furnizohej me nevojat ushtarake. Bizantinët që gjendeshin brenda kalas në Babiloni, as nuk tentuan të dilnin këtej sepse e kishin parë çfarë i kishte ndodhur Artabunit në Bilbeis. Ata e dinin se nuk kishin takat të luftonin me arabët në fushë betejë. Megjithatë, forcat e Dunainit dilnin her pas here, por ktheheshin të dështuara pas përleshjeve. की फौज Kaluan shumë javë në këtë gjendje. Ndërkohë, erdhi lajmi nga kalifi i kohës që përforcimet e para ishin nisur tashmë dhe që do të mbërrinin nga dita në ditë. इसी असनाब में Lajmi u ashtoi muslimanëve forcën dhe guximin. पहली इमदादी फौज रवाना Hazret Omeri dërgoi 4000 ushtar për ndihmën e ushtrisë muslimane.
Ai caktoi nga një komandant mbi çdo njësi të 1000 ushtarëve. Këta komandant ishin Hazret Zubair bin Awami, Hazret Miqdad bin Aswadi, Hazret Ubejda bin Samiti, Hazret Meselema bin Mukhalledi, radhiyallahu anhum. Sipas një rrëfimi tjetër, në vend të Hazret Meselema bin Mukhalledi, komandanti ishte Kharija bin Hudhafa. Bashkë me përforcimet, Hazret Omeri i shkroi Hazret Amr bin El-Asit, tashmë keni 12.000 ushtar dhe kjo ushtri nuk do të mposhtet kur vetëm për shkak të numrit të saj të vogël. Bizantinët morën me vete luftëtarët kopt të paepur dhe dolën për të përballur me muslimanët. Lufta midis tyre qe shumë e fortë. Hazret Amr bin El-Asi përdori një strategji duke ndarë ushtrinë e tij në 3 pjesë. Njërën pjesë e vendosi në afërsi të Jebel Ahmerit, pjesën e dytë në afërsi të Dunajnit në bregun e Nilit, kurse pjesën e tretë të mbetur e mori me vete për ta pritur ushtrinë kundërshtare. Në kohën kur të dyja ushtrit po luftonin me zjarre me hekur, ushtria e vendosur në Jebel Ahmer doli nga mbrapa dhe bëri një sulm të beft duke të orientuar krejt organizimin e ushtrisë kundërshtare. Ata morën rrugën e Aratis drejt Dunajnit, ku po qëndronte në gatishmëri të plot pjesa e tretë e ushtrisë muslimane. Nuk kishin si ta kapërcenin pengesën e ngritur nga muslimanët. Në këtë mënyrë, ushtria bizantine ngjeci në mënyrë të pasgjithshme midis 3 ushtrive të muslimanëve dhe përfundimisht u mund. Duke u referuar pushtimeve të ndryshme përmendet që pas pushtimit të Dunajnit, fitoren e parë Hazret Amr bin El-Asi arriti në Fayum. Prisi i këtij vendi u vra në këtë betejë. Pas kësaj, muslimanët u ndeshën me bizantinët në Ain Shams. Përpara kësaj, Hazret Amr bin El-Asit i erdhën përforcimet prej 8.000 ushtarësh nën komandën e Hazret Zubair bin Awamit dhe në këtë ushtri qenë edhe Hazret Ubada bin Samit, Hazret Miqdad bin Aswad, Meselema bin Mukhalled e tjera. Muslimanët e fituan edhe këtë betejë. Pas kësaj, muslimanët e pushtuan të gjithë provincën e Fayumit. Gjithashtu, një pjesë e ushtrisë së muslimanëve arriti të pushtonte edhe Ithribin dhe Menufin, që ishin 2 qytete të provincës Menufie. Pas pushtimit mbi Dunajnin, Hazret Amr bin El-Asi përparoi drejt fortesës së Babilonisë dhe e vuri në unazën e hekur të rrethimit të tij. Ky vend tani quhet Fustat dhe ka një arsye të emërtimit të tij. Në arabisht, Fustat u thon çadrave. Pas çlirimit të fortesës, Hazret Amri i lëshoi ushtrisë vet urdhrin për t'u larguar nga ky vend. Rastisht, një pëllum kishte ndërtuar fole pikrisht në çadrën e Hazret Amrit. Kur ai e pa folen, porositi, këtë çadër mos e hiqni. Pasi u kthye nga Aleksandria, Hazret Amri ndërtoi një qytet në këtë vend, andaj qyteti e mori emrin Fustat, pra çadër. Ushtria mbrojtëse e Kalas, sipas historianëve, përbëhe afërsisht nga 5.000 ose 6.000 ushtar të armatosur gjerë në dhëm. Hazret Amri e filloi rrethimin e kështjellës. Pas kështjellës së Aleksandris, kjo ishte kështjella më e fortë e ndërtuar me tulla të plota, e rrethuar nga ujërat e Nilit. Nga që varkat mund të vinin deri te porta e kështjellës, ajo konsiderohej një pikë e volitshme për nevojat e shtetit. Arabët nuk kishin mjetet e nevojshme për ta sulmuar atë dhe as nuk ishin të përgatitur. Megjithatë, si fillim, Hazret Amr bin El-Asi bëri përgatitjet e rrethimit. Mukaukisi, mbreti i Egjiptit, kishte mbritur në kështjellë përpara se Hazret Amri ta rrethonte atë. Mbreti bënte përgatitje për përballje. Hazret Zubairi, hipur në kalin e tij, i bëri një survejim kështjellës rreth e përqark për të pozicionuar ushtarët këmbësor dhe kalorësit në vende ku kishte nevojë. Rrethimi zgjati deri në 7 muaj pa ndërprerë. Megjithatë, nuk u vendos dot për fituesin dhe humbsin. Gjatë kësaj periudhe, ushtria bizantine dilte nga kështjella her pas here dhe edhe ndeshej me muslimanët për t'u rikthyer sërish brenda. Mukaukisi disa herë dërgoi edhe emisar të tij drejt Hazret
Amr bin Ilasit, edhe për negociata, edhe për të kërcënuar. इस दौरान Hazret Amri dërgoi Ubada bin Samitin duke vendosur vetëm 3 alternativa: पास भेजता रहा të bëheshin musliman, të jepnin gjizje ose të luftonin. और मुसालियत Tha se nuk kishte asnjë alternativë tjetër që mund të hapte rrugën e pajtimit. जिजियत Mukaukisi pranoi të paguante gjizjen dhe vetë shkoi për të takuar Herakliun për t'i marrë leje për këtë çështje. सुलाना कर Por Herakliu e refuzoi propozimin. Madje u zemërua aq shumë prej Mukaukisit sa e ndëshkoi duke e dëbuar nga vendi. और इस सिलसिले में Rrëzimi i kështjellës së Babilonis, kur u vonua temase shumë, Hazret Zubair bin Awami tha: "Unë po shkoj të fljohem në rrugën e Allahut dhe shpresoj se Allahu i Madhërisëm nëpërmjet kësaj do t'u jap fitore muslimanëve." करवा दिया Me të thënë këtë, me shpat të zhveshur ai u afrua kështjellës, vendosi shkallë në ledhin e saj dhe u ngjit sipër. हिबा करने जा रहा हूँ Atë e ndoqën edhe disa sahabë të tjerë. अल्लाह इसी से मुसलमान Sa po hipën në ledh, pra në murin e kështjellës, të gjithë brohoritën. सीढ़ी लगाकर Pas tyre e gjithë ushtria ngriti sloganin me zë kaq të lartë sa që u dridh toka. Të krishterët e kuptuan që muslimanët tashmë kishin hyrë në kështjellë. साथ ही तमाम Krejt të çorientuar vrapuan në drejtime të ndryshme. Hazret Zubairi zbriti nga muri i kështjellës dhe arriti të hapte portën. Brenda pak qastesh, e gjithë ushtria muslimane ishte brenda. Duke luftuar, e fituan kështjellën. और तमाम Hazret Amr bin Elasi लड़ते लड़ते किले को फतह कर u dha garancinë e paqes me kushtin që ushtria bizantine të largohej duke marrë me vete ushqimin disa ditor, pa prekur magazinat dhe armët që gjendeshin në kështjellë, pasi ato ishin plaçk lufte për muslimanët. Pas kësaj, Hazret Amr bin Elasi rrëzoi kupolat dhe muret e gjata dhe të forta të kështjellës së Babilonisë. और बुलंद और मुस्तहकम दीवार Pas fitores mbi kështjellën e Babilonisë, ushtria muslimane pushtoi vende dhe kështjella të ndryshme të Egjiptit. Më të rëndësishmet prej tyre ishin Tarnuti, Nakyusi, Sultejsi, Kirjuni e të tjera. फिरियोन वगैरह हैं Si ndodhi fitoria mbi Aleksandrin? Në lidhje me këtë, historianët shkruajnë që pas fitores në Fustat, Hazret Omeri lejoi të bënin përpjekje edhe për fitoren e Aleksandris. Në Kirjun që ndodhet mes Aleksandrit dhe Fustatit, pati një betejë ashpër me bizantinët, në të cilën muslimanët fituan. Pas kësaj, bizantinët deri në Aleksandri u përballën me muslimanët. Mukaukisi donte të bënte pajtimin duke paguar gjizjen, और डाला pavarësisht se bizantinët vijuan t'i bënin trysni për luftë. Përfundimisht, जंग में शामिल नहीं हैं ai i dërgoi mesazh Hazret Amr bin al-Asit që ai dhe populli kopt nuk po merrnin pjesë në këtë luftë, andaj ata nuk duhet të dëmtoheshin. Koptët u distancuan nga përballja me muslimanët, madje e ndihmuan ushtrinë muslimane duke u rregulluar rrugën dhe urët. Edhe në betejën e Aleksandris, koptët i furnizuan muslimanët me ushqime. Për të kuptuar se sa e rëndësishme ishte fitoria mbi Aleksandrin, अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता mjafton vetëm një fakt që në kohën kur muslimanët e pushtuan Aleksandrin, ajo shërbente si kryeqytet i shtetit. Pas Konstantinopojës, ajo konsiderohet qyteti më i madh i perandorisë bizantine. Përveç kësaj, Aleksandria ishte qyteti i parë në botë për sa i përket tregtisë ndërkombëtare. Bizantinët e dinin shumë mirë se nëse muslimanët do ta pushtonin edhe Aleksandrin, kjo do t'u sillte pasoja të rënda. Të shqetësuar nga këto rrethana, Herakliu njëherë kishte pohuar deri këtu që nëse arabët do ta rrëzonin Aleksandrin, do të shkatërroheshin bizantinët. तो रोमी हलाक हो जाएंगे Në Aleksandri, Herakliu कल ने personalisht kishte bërë përgatitje për të luftuar me muslimanët, por vdiq gjatë përgatitjeve. I biri mori fronin e Konstantinopojës. Për shkak të ledheve të saj të drejta dhe madhështore dhe për shkak të vendodhjes strategjike, si dhe për numrin e madh të rojtarëve që kishte, Aleksandria zinte një vend unik në të gjitha kështjellat e tjera. 9 माह तक जारी रहा I shqetësuar nga rrethimi i gjatë i Aleksandrisë që vijoi deri në 9 muaj, Hazret Omeri i shkroi një letër. रहकर ऐश पर Ndoshta jeni bërë të prirë për qejf se fitoria nuk duhet vonuar kaq gjatë, i tha Hazret Omeri Amr bin Lasit. Tha, nxitni muslimanët për xihad duke u lexuar mesazhin tim dhe bëni sulmin. Pasi u lexoi letrën,
Hazrat Amr bin al-Asi thirri Hazrat Ubada bin Samitin dhe ja dorëzoi flamurin. Më pas, muslimanët bën një sulm të fuqishëm dhe e rrëzuan qytetin. Hazrat Amri menjëherë dërgoi lajmëtar drejt Medinës duke porositur të shkonte sa më shpejt ishte e mundur për t'i dhënë emirit të besimtarëve lajmin e madh të fitores. Lajmëtari hipi në deve dhe duke kaluar qytet pas qytetesh në kohën e drekës mbriti në Medinë. Mendoi se mund të ishte kohë pushimi për kalifin e kohës. Andaj, në vend të shkonte në zyrën e kalifit, ju drejtua xhamisë së profetit. Rastisht, aty kaloi një shërbëtore e Hazrat Omerit dhe e pyeti se kush ishte dhe për nga vinte. Po vi nga Aleksandria, ju përgjigj lajmëtari. Shërbëtoria shkoi dhe njoftoi Hazrat Omerin dhe pa vonesë u kthye dhe i tha të kërkon emiri i besimtarëve. Edhe vetë Hazrat Omeri, duke mos pritur, po bëhej gati për të dalë, ndërkohë mbriti lajmëtari. Sa po e dëgjoi lajmin e fitores, ra në sejdë për të falendëruar Allahun. Më pas shkoi në xhami dhe bëri njoftimin, as-salatu jamia. E gjithë Medina u mblodh. Lajmëtari u dha të gjitha lajmet e fitores. Më pas Hazrat Omeri e mori lajmëtarin në shtëpinë e tij për të ngrënë bukë. Pse nuk erdhe direkt tek unë, e pyeti Hazrat Omeri lajmëtarin. Mendova se jeni duke pushuar, ju përgjigj ai. Si mund të mendoje që unë të flia gjatë ditës duke pasur barrën e kalifatit mbi supe, i tha Hazrat Omeri. Fitoria mbi Aleksandrin shkaktoi fitoren e të gjithë Egjiptit. Në këto betejë një numër i madh të kundërshtarëve ranë rob. Hazrat Omeri përmes një letre e porositi Hazrat Amrin, thuajuni të gjithë të roboruarve, në daqë të pranojnë fenë islame, në daqë të qëndrojnë në fenë e tyre. Nëse pranojnë fenë islame, do të trajtohen njësoj si muslimanët e tjerë. Nëse jo, do t'japin gjizjen si që japin të tjerët. Kur ju lexua ky udhëzim i Hazrat Omerit të burgosurve, një pjesë e tyre e pranuan islamin dhe një pjesë tjetër qëndruan në fenë e tyre. Çdo herë kur dikush prej tyre shprehte dëshirën për të pranuar islamin, muslimanët brohorisnin duke thënë Allahu Akbar. Dhe çdo herë kur dikush shprehte dëshirën për të qenë krishter, të krishterët që të gjithë e përgëzonin, kurse muslimanët shprehin keqardhje. Incidenti i djegjes së bibliotekës së Aleksandris përmendet shpesh me tone të ndezura nga orientalistë të ndryshëm. Cili është realiteti i kësaj ngjarje? Duke ju referuar fitores së muslimanëve mbi Aleksandrin, kundërshtarët, sidomos historianë të krishterë, ngrenë akuzën se gjoja Hazrat Omeri urdhëroi të digjnin një bibliotekë të madhe që gjendej në Aleksandri, duke krijuar përshtypjen se sa shumë armiq të dijes dhe të logjikës ishin muslimanët nauzubillah. Sipas tyre, muslimanët e kanë djegur bibliotekën e Aleksandrisë, zjarri i së cilës vijoi të digjej për 6 muaj. Ndërkohë, edhe logjika dhe argumentet historike tregojnë hapët se akuza në fjalë është tërësisht e sajuar, sepse muslimanët janë populli të cilin Zoti dhe udhëheqësi i tyre e kanë porositur talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Kërkimi i dijes është i detyrueshëm për çdo musliman. Kurse Kurani i shenjtë në 10 ajete i ka urdhëruar të thellohen, pra i ka urdhëruar muslimanët të thellohen, të arsyetojnë, të logjikojnë, të mësojnë dhe të fitojnë dijen. Duhet të jesh tërësisht kundër logjikës të ngresh një akuzë të tillë ndaj muslimanëve. Përveç kësaj, shumë nga historianët, ndër të cilët ka edhe të krishterë dhe europian, e hodhën poshtë këtë akuzë, duke dhënë prova që incidenti i djegjes së bibliotekës është tërësisht i sajuar. Një dietar i Egjiptit, Muhammed Rada, në librin e tij Siratu Umar Faruq, duke e përmendur këtë ngjarje, shkruan: incidentin e djegjes së bibliotekës së Aleksandris e përmend Ebul Ferj Muleti në një libër historie të titulluar Muhtasaru Duel. Pra, Ebul Ferj Muleti në librin e tij Muhtasaru Duel. Historiani në fjalë lindi në vitin 1226, pra 1226 dhe vdiq më 1286. Ai shkruan që në kohën kur muslimanët fituan Aleksandrin, kishte një prif të quajtur Yuhanna an-Nahwi, të cilin muslimanët e quanin Yahya, që i përkiste sektit Jakubie të krishterëve, por që më vonë u tërhoq nga doktrina e Trinitetit.
Njëherë i kërkoi Amr bin al-Asit librat e mjekësisë nga Khazainul Mulukia, domethënë nga biblioteka e Aleksandrisë. अमर बिन आस से खजाने मलूकियत में से Pra, kjo histori është tërësisht e pavërtetë dhe e sajuar. Megjithatë, për ta rrëzuar akuzën, po ja paraqes siç tregojnë ata. Thot, atëherë Hazret Amr bin al-Asi ju përgjigj që mund të vepronte vetëm pasi të këshillohej me Hazret Omerin. Hazret Omeri, sipas këtij rrëfimi, i shkroi: librat që ju keni përmendur, nëse dia e tyre përpuset me librin e Allahut, neve na mjafton ajo që është e shkruar në librin e Allahut. Dhe nëse ajo nuk përpuset me librin e Allahut, nuk na duhen fare libra të tillë, andaj asgjësoni librat e tillë. Atëherë, sipas këtij rrëfimi, gjithmonë Hazret Amr bin al-Asi filloi të seleksiononte librat në Aleksandri dhe i dogji në furrat e saj dhe u deshën 6 muaj që të digjeshin gjithë këta libra. Tani, këtë rrëfim nuk e përmend. Ky rrëfim pra nuk përmendet as në Tarikh Tabari, as në Ibn Athir, as në Jakubi e Kindi, as në Ibn Abdul Hakem, as në Biladheri dhe as në Ibn Khaldun. Atë përmend vetëm Ebul Fergji në mesin e shekullit 13 të erës sonë ose në fillim të shekullit të 7 pas hijretit, pa dhënë asnjë burim. Profesor Butler bëri hulumtime rreth Yuhenna Nehviut dhe shkroi që në vitin 642, ku pretendohet që të ketë ndodhur incidenti i djegjes së bibliotekës, Yuhenna Nehviu nuk ishte i gjallë fare. Enciklopedia Britanika pohon që Yuhenna jetoi në periudhën mes fundit të shekullit 5 dhe fillim të shekullit 6, kurse pushtimi i Egjiptit ndodhi në fillim të shekullit 7. Bazuar në këtë fakt, profesor Butler thot me të drejtë që deri atëherë Yuhenna kishte vdekur. Pra, të dhënat historike tregojnë hapët që personi kyç që përmendet në këtë incident të cajuar kishte vdekur përpara pushtimit të Egjiptit. Po kështu, Dr. Hasan Ibrahim Hasan, me referencën e profesor Ismailit në librin e tij, Historia e Amr bin al-Asit, shkruan: biblioteka e Aleksandris as nuk ekzistonte në atë kohë, sepse njërës prej 2 pjesëve kryesore të saj, ushtarët e Julius Cezarit, në vitin 47 para erës sonë, i kishin vënë zjarr pa arsye. Jo shumë vonë, edhe pjesa e dytë e saj ishte asgjësuar. Kjo ndodhi me urdhër të peshkopit Theophilus në shekullin e 4 të erës sonë. Pra, kjo pjesa e dytë. Profesor Butler vion: historia e Ebul Fergjit është krejtësisht e pa bazë dhe qesharake. Nëse do të duhet të digjnin librat, ata mund t'i digjnin në një kohë të shkurtër. Nëse do të kishin djegur për 6 muaj, shumë prej tyre edhe mund të vjedheshin. Gjithashtu, arabët nuk shquhen për shkatrimin e sendeve të ndonjë vendi. Gibboni shkruan: mësimet islame e kundërshtojnë një histori të tillë, sepse mësimet e tij janë që muslimanët nuk duhet të djegin librat e hebrejve e të krishterëve në luftë. Për sa i përket përfitimit nga shkenca, filozofia, poezia dhe mësimet e tjera fetare, Islami u lejon muslimanëve. Në zonat e pushtuara, muslimanët ndaluan shembjen e kishave dhe dëmtimin e sendeve të tjera, madje ata u jepnin lirinë fetare jo muslimanëve. Atëherë, a mund të pranoje një që ka logjik të shëndosh që kalifi i muslimanëve të mund të ketë urdhëruar djegjen e bibliotekës së Aleksandrisë? Në librin e tij Tasdiq Barahin e Ahmedia, Hazret Kalifi i pari i Mesiut të premtuar, radhiyallahu anhu, i përgjigjet kësaj akuze. Ai thot: pretendohet se me kërkesën e mjekut Philoponus dhe Fazil Ejelit, komandanti i përgjithshëm musliman Amr bin al-Asi pyeti Hazret Omerin, emirin e besimtarëve, pra kalifin e dytë të Islamit, se çfarë të bënte me bibliotekën, dhe që kalifi ju përgjigj që ajo duhet të digje menjëherë dhe për këtë arsye furrat u ngrohen vazhdimisht për 6 muaj. Ky pretendim i priftërinëve është si rezultati i inatit, i mërisë, dhe që nuk ka asnjë të vërtetë. Mendoni pak, thot kalifi i parë, nëse kjo do të ishte praktike e Islamit,
kalifi i tij, pra Hazret Omeri, mas pari do të digjte librat e shenjtë të hebrejve dhe të krishterëve, pasi ata ishin popujt e parë të cilëve u drejtohet Islamin. Më pas, do digjnin edhe librat e magistëve, sepse muslimanët patën sundim të plot mbi ta, pra populli pers që adhuronin zjarrin të fesë Zarathustrës. Por asnjë historian nuk tregon qoftë një ngjarje të vogël që muslimanët tua kenë djegur librat. Nëse kjo praktikë do të ishte pjesë e Islamit, Islami patjetër do të kishte ndonjë udhëzim konkret në lidhje me këtë, pasi asgjë nuk e pengonte fen islame nga një gjë e tillë. Së dyti, djegja e librave të shenjtë po të ishte praktike e mbretërve musliman ose qoftë edhe popullit musliman, kur nuk do të gjendeshin përkthimet në arabisht të librave të filozofisë dhe të mjekësisë greke, edhe të shkencave të tjera. Së treti, e thot Hazret Kalifi i parë duke ju drejtuar akuzuesit që pretendonte ta hidhte poshtë librin Berahin e Ahmedia të Mesiut premtuar alayhis salam, dhe thot nëse djegja e librave do të ishte praktik te muslimanët, autori i Tekdhib Berahin e Ahmedia duhet sillte qoftë një shembull, pra Tekdhib Berahin e Ahmedia për gënjeshtrimi i librit Berahin e Ahmedia. Edhe autori ishte pikërisht ky prift hindu, të cilit i drejtohet kalifit i dytë. Autori i Tekdhib Berahin e Ahmedia duhet sillte qoftë një shembull nga vetë vendi i tij dhe nuk kishte nevojë të shkonte matan detit deri në Aleksandri. Pra muslimanët a kanë djegur libra në Indi? Së katërti, thot kalifi i parë, muslimanët sunduan në Indi për më shumë se 700 vjet. Dhe hindut kanë librat e tyre të shenjtë si Bhagavad Gita, Ramayana, Mahabharata dhe libra të tjerë të njohur fetar si Linga Puran dhe Markandeya, të cilët ekzistojnë edhe sot të gjithë ditën dhe konsiderohen si shkrimet e shenjta të hinduve. A ka dëgjuar dikush ndonjëherë që ndonjë musliman të ketë djegur në një libër të tyre? Përkundrazi, muslimanët kanë përkthyer disa prej këtyre librave. Prandaj është për tu habitur pra si hindut se si mund të supozojnë se muslimanët tua kanë djegur librat. Mendoni për këtë me drejtësi, thot kalifi i parë. Hazret Maulana Abdul Karim sahibi radhiyallahu anhu gjithashtu në librin Tasdiq Berahin e Ahmedia ka lënë një shënim duke u përgjigjur pikërisht akuzës në fjalë. Ai thotë: ndonse deri në kohën kur kjo ngjarje nuk ishte hulumtuar në dritën e fakteve, muslimanët akuzoheshin për djegjen e bibliotekës së Aleksandrisë, por tani ka shumë pak studiues që edhe të përkrahin drejtësinë edhe të vërtetën dhe njëkohësisht akuzën ndaj muslimanëve. Akuza në fjalë u ngrit për shkak të mërisë dhe disa herë për shkak të padjenisë. Madje për herë të parë kjo akuzë u ngrit 580 vjet pas incidentit dhe dy historianë që përmenden në këtë ngjarje nuk kanë dhënë asnjë referencë autentike. Saint Croix, që është autori i shumë librave për hulumtimin e bibliotekës së Aleksandrisë, e hedh poshtë këtë rrëfim. Është zbuluar që këta libra u dogjën gjatë luftës së Julius Cesarit, kështu që Plutark shkruan në Life of Caesar që Julius Cesari dogji anijet e veta nga frika që ato do të binin në duart e armikut. Dhe pikërisht ky zjarr, duke u përhapur, përpiu edhe bibliotekën e famshme dhe madhështore të Aleksandrisë. Në librin e tij, Dictionary of Dates Relating to All Ages, Haydn, pasi e citoi këtë rrëfim të rem, arsyetoi që kjo histori është shumë e dyshimt. Muslimanët nuk e pranuan transmetimin në të cilin raportohet Omeri ka urdhëruar djegjen e librave që ishin në kundërshtim me Islamin. Disa ja atribuojnë këtë ngjarje Theophiliusit të Aleksandrisë, i cili jetoi rreth vitit 390 të erës sonë, dhe të tjerë i atribuojnë kardinalit Jimenez, i cili jetoi rreth shekullit 15 të erës sonë. Pra kardinalit Jimenez. Më pas Haydn më tej shkruan, personaliteti i njohuar Dr. Leitner e ka përmendur këtë rrëfim të gabuar në librin e tij, Sinin el-Islam, dhe për fat të keq, mjeku i nderuar ka gabuar në kërkimet e tij. Në librin e tij të famshëm, John William Draper e ka përmendur këtë incident
me transmetuesit e rem, por më vonë pranon se kjo ngjarje ishte e sajuar. Ai shkruan: "Në të vërtetë këta libra u dogjen gjatë një betejë të Jul Cezarit. Tani më mund thuhet me bindje të plotë se ky incident që e kanë djegur muslimanët bibliotekën është i pa bazë dhe vetëm prallë. Nëse ka një incident për të cilin ja vlen të qajmë, ai është kur kardinali fanatik Jimenez dogji 80.000 dorëshkrimi arabe në fushat e Granadës. Kur të krishterët morën kontrollin e Spanjës nga muslimanët, ata dogjen 80.000 libra nga biblioteka e Granadës. Kjo është diçka për të cilën, thot autori, me të vërtet duhet pikëllohesh në krahasim me akuzën e rrem kundër Islamit." Shikoni conflict between religion and science pra këtë libër. Pra, kjo ishte historia e djegjes së bibliotekës së Aleksandrisë që u atribuojnë rreshëm muslimanëve. Pas kësaj vjen fitoria mbi Berkan, Tripolin e të tjera. Pas fitores në Egjipt dhe pas vendosjes së paqes atje, Amr bin al-Asi marshoi në drejtim të Magrebit, në mënyrë që vendet e pushtuara të mos kenë ndonjë rrezik nga kjo anë. Pasi në Berka dhe Tripoli, bizantinët kishin ushtri brenda kështjellës së tyre, e cila mund të bënin ndonjë sulm të beftë kundër muslimanëve në Egjipt. Berka është zona që ndodhet mes Aleksandrisë dhe Marokut. Në këtë zonë ka shumë qytete dhe fshatra. Në vitin 22 pas hijretit, Amr bin al-Asi u nis me ushtrinë e tij drejt Berkas. Kjo rrugë ishte jashtëzakonisht e lulëzuar dhe me popullsi të dendur, andaj gjatë rrugës ai nuk hasi komplot të armikut. Dhe kur mbërriti në destinacion, njerëzit u pajtuan për të dhënë xhizjen. Më pas, banorët e Berkas shkonin vetë te guvernatori i Egjiptit dhe paguanin taksën e tyre. Muslimanëve as nuk ju desh të shkonin te ta e t'u kërkonin. Këta ishin njerëzit më të thjeshtë në Maghreb. Ata nuk përfshiheshin në asnjë sherr apo trazir. Pas kësaj zone, Amr bin al-Asi ju drejtua Tripolit, i cili ishte një qytet me kështjella të fortifikuara dhe ku gjende një ushtri e madhe e bizantinëve. Me dëgjuar lajmin e ardhjes së muslimanëve, ata i mbyllën portat e kështjellave të tyre dhe zgjodhen të duronin rrethimin e muslimanëve. Rrethimi vijoi për një muaj, por muslimanët nuk patën ndonjë sukses. Mbrapa qytetit të Tripolit ishte deti dhe nuk kishte ndonjë ledh midis detit dhe qytetit. Një qetë e muslimanëve, pasi e kuptoi këtë sekret, u futën në qytet nga ana e detit me zë të lartë brohoritën Allahu Akbar. Ushtria bizantine nuk kishte asnjë rrugë tjetër përveç se të vraponin drejt anijeve për të shpëtuar. Sa shkuan ande, Amr bin al-Asi i priti me ushtrinë e tij me një sulm të fuqishëm. Shumica prej tyre u vranë me përjashtimet e tyre që arritën të aratiseshin me anije. Mjetet dhe pasuritë që gjendeshin në qytet, muslimanët i morën si plaçk lufte. Pas Tripolit, Amr bin al-Asi e shprendau ushtrinë e tij në rrethina. Ai dëshironte që pas fitoreve në Maghreb të vijonte drejt Tunizisë dhe Afrikës. Për këtë, ai i dërgoi një letër Hazret Omer bin el-Hattabit, por Hazret Omeri nguronte të lejonte ushtrinë muslimane për marshimet e mëtejshme, sidomos në rrethana kur muslimanët patën fitore pas fitoreje nga Shami deri në Tripoli dhe nuk mund të ishin ende të qetë nga zonat e pushtuara deri më tani. Për këtë arsye, ai urdhëroi që ushtria muslimane të ndalej në Tripoli. Shteti islamik gjatë kalifatit të Hazret Omer Farukut arriti të prekte zonat më të larta në hartën botërore. Në lindje, ajo kishte arritur deri në lumin Gihon dhe lumin Indus, kurse në perëndim deri në shkretëtirën Sahara të Afrikës. Në veri fillonte nga malet e Anadollit dhe Armenia dhe për të ardhur në jug deri në Nube dhe në Oqeanin Paqësor. E gjithë perandoria muslimane po shfaqe në formën e një shteti ndërkombëtar. Neboja ose Nubeja është zona jugore e Egjiptit, e cila është shumë e gjerë dhe në të cilën popujt të ndryshëm dhe fe të ndryshme krijuan
civilizimet e tyre. Pra njerëzit e kombeve dhe feve dhe kulturave të ndryshme jetonin të gjithë në paqe dhe siguri në saj të drejtësisë dhe mëshirës së vendosur nga muslimanët. Feja islame u dha njerëzve të drejtat e tyre të plota dhe nderoi shentrinë e jetës së tyre, pavarësisht se pati kundërshtime nga më të ndryshme. Si ishte adhurimi i Zotit nga muslimanët gjatë luftrave? Duke përmendur këtë, Hazret Kalifi i dytë i Mesiut të premtuar, pra i biri i premtuar radhiyallahu anhu, pohon: në botë çdo gjë zhvillohet hap pas hapi. Punët e mëdha nuk bëhen brenda ditës, por gradualisht. Në kohën e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, jo të gjithë muslimanët falnin namazin e tahajjudit, pra namazin e natës. Ata e mësuan gradualisht, derisa erdhi koha kur në kohën e Hazret Omerit, edhe në ditë lufte, muslimanët e falnin namazin e tahajjudit. Ndonse në kohën e profetit nganjëherë nuk e falnin. Pra është e vërtetuar që gjatë kalifatit të Hazret Omerit, muslimanët e falnin namazin e natës dhe edhe në kohë lufte. Kështu, njëherë Herakliu vendosi t'i sulmonte gjatë natës. Por kjo u diskutua shumë në oborin e tij mbretëror dhe përfundimisht u vendos të mos e bënin sulmin gjatë natës, pasi muslimanët nuk flinin, por falnin namazin dhe edhe në atë kohë. Pra, kjo është një shenjë e përparimit të tyre, gjë që në fillim ata nuk e kishin. Në ditët e para, të dërguarit e Allahu sallallahu alaihi wasallam ju desh të bënte shumë përpjekje dhe shumë nxitje që muslimanët të falnin tahajjudin. Gradualisht erdhi një kohë kur edhe të dobtit ishin mësuar me namazin e natës. Duke përshkruar betejat që u zhvilluan gjatë kohës së kalifëve të drejtë, Hazret Kalifi i dytë i Mesit premtuar radhiyallahu anhu thot: Islami porositi jo vetëm të luftosh të keqen, por në disa raste edhe të durosh padrejtësinë. Kur dikush ju qellon një shuplak, Allahu i Madhërisëm në një ajet ju lejon t'i përgjigjeni me të njëjtën monedë. Por po aty ju porosit që nëse shikoni se hakmarrja është kundër parimeve të urtësisë, duhet të duroni duke mos ju përgjigjur shuplakës me shuplak. Andaj, argumenti që zakonisht u japim kundërshtarëve në lidhje me luftrat e muslimanëve, parimisht e kryen mbrojtjen e Hazret Ebu Bekrit, të Hazret Omerit dhe të Hazret Osmanit radhiyallahu anhum. Pra, mësojmë që nuk ishte Hazret Ebu Bekri që bëri padrejtësinë, por perandoria bizantine. Nuk ishte Hazret Omeri që bëri padrejtësinë, por Kisra e Persisë. Nuk e bëri padrejtësinë Hazret Usmani, por fiset që jetonin në zonat kufitare të Afganistanit, të Bukharas, kurdët e të tjera. Por nuk gjejmë ndonjë arsye se pse Hazret Ebu Bekri nuk i fali ata, pse Hazret Omeri nuk i fali ata, pse Hazret Usmani nuk i fali ata. Kur ata dolën për të përballur, mund t'i kishin thënë Cezarit, për shembull, ushtria juaj ka bërë këtë gabim, andaj nëse shteti juaj na kërkon falje për gabimin e bërë, ne do t'ju falim, dhe nëse nuk do të na kërkoni falje, ne do të luftojmë me ju. Pra, ata nuk i dhanë Cezarit opsionin e faljes, duke thënë se ushtria juaj në ka shkaktuar këtë dëm, por mësimet tona na udhëzojnë që të falim armikun, andaj nëse na kërkoni falje, jemi gati t'ju falim. Pra, nuk ndodhi kështu. Përkundrazi, kur ata bën padrejtësinë, muslimanët menjëherë u ngritën për të luftuar dhe më pas e vijuan luftën. Kur ushtarët e Kisras i sulmuan muslimanët në kufirin e Irakut, në aspektin politik sahabët kishin gjithë të drejtën për të luftuar kundër Kisras, por moralisht Hazret Omeri edhe mund t'i thoshte Kisras, pra mbretit, ndoshta ju vetë nuk e keni dhënë urdhrin e këtij sulmi dhe mundet që ushtarët tuaj mund ta kenë bërë vetë këtë sulmin. Andaj ne jemi gati ta tolerojmë gabimin tuaj, me kushtin që ju të na kërkoni falje, duke u penduar për veprimin e bërë. Por një gjë e tillë nuk ndodhi. Po kështu, Hazret Usmani nuk u tha kundërshtarëve të kohës së tij: ju na keni bërë padrejtësi, por nga që feja jon na jep edhe mësimin e faljes, andaj jemi gati t'ju falim. Përkundrazi, ai menjëherë u ngrit, dërgoi ushtrinë për t'ju përgjigjur mizorisë dhe ushtria muslimane luftoi dhe më pas edhe e vijoi luftën. Cila ishte arsyeja e kësaj sjellje? Hazrat Musleh Maudi, pra kalifi i dytë i Mesit premtuar vijon: nëse mendojmë më thellë, do të kuptojmë që arsyeja e kësaj nuk ishte tjetër gjë veç se që Hazret Ebu Bekri dinte që në momentin kur rreziku i jashtëm do të ulej, do të fillonin trazirat e brendshme. Andaj ai nuk e shikonte sulmin si sulm nga Cezari,
por nga caktimi i Zotit, në mënyrë që muslimanët të hynin në këtë vështirësi për të përmirësuar veten, për të sjellë në vete një jetë të re dhe një botë të re të ndryshimit. Hazret Omeri e dinte që sulmi nuk kishte ardhur thjesht prej Kisras, por prej caktimit të Zotit, që muslimanët të mos mbeteshin të shkujdesur dhe duke jetuar në paqe të mos bëheshin dembel, por të ishin të zgjuar në çdo kohë. Po kështu, kur disa fise i sulmuan muslimanët, Hazret Usmani e dinte që ky sulm nuk ishte prej tyre, por prej caktimit të Zotit, që muslimanët të zgjoheshin dhe të krijonin një shpirt të ri dhe një jetë të re brenda vetes. Hazret Musleh Maudi, pra kalifi i dytë i Besimit të Islam, këtë e kishte thënë në një hutbë të tij duke këshilluar anëtarët e xhamatit që vështirësitë vijnë për të na sjellë zhvillimin shpirtëror. Këtë parim duhet ta kemi parasysh edhe sot. Andaj, vështirësitë në të cilat gjendemi sot, Huzuri thot, duhet të na ofrojmë me Zotin e Madhrishëm dhe ky pikërisht është mjeti i suksesit. Nëse ne friksohemi nga vështirësitë dhe duke ngelur mbrapa, nuk i kushtojmë rëndësi vetë përmirësimit, atëherë nuk do të kemi asnjë përparim. Po, kur t'i gëzojmë sukseset, kur të na largohen vështirësitë, edhe atëherë ne duhet të kemi lidhje të fortë me Zotin e Madhrishëm. Por në këtë ditë, lidhjen me Zotin duhet ta forcojmë në mënyrë të veçantë dhe t'i kushtojmë rëndësi të veçantë zhvillimit dhe përmirësimit ton shpirtëror. Duke e shpjeguar këtë temë, Hazret Musleh Maudi, pra i biri i premtuar, radhiyallahu anhu pohon, po nuk e kuptuam këtë, nuk kemi kuptuar asgjë. Dhe pikërisht këtë mësim sot duhet ta kuptojë çdo ahmedian. हर एक एमडी के लिए भी आजकल अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر